Diçka që në duhet, mësimi, vëmendje ndaj nesh, rezultate, diploma dhe profesioni I garantuar, me programe dhe institucion të akredituar, me programet bachelor drejtësi, ekonomi, inxhinieri informatike, shkenca politike dhe arkitekturë, me programet master e drejt publike dhe ndërkombëtare publike, administrim publik dhe financa publike, diplomaci dhe politikë ndërkombëtare, inxhinieri informatike dhe informative ekonomike, financë bank dhe financë e kontabilitet I firmave, e drejt private dhe ndërkombëtare private. Në pritje të hapjes së programeve të reja të kërkuara në tregun e punës si edukim fizik dhe sporte, me përkushtimin e një stati porta, dritare, dyert të blinduara, kangjëlladur aluminit, xhama të temperuar, grila dhe jo vetëm. Capino, sistemet tona japin vlerë shpenzimeve tuaja. Bëni zgjedhjen e duhur, jepini siguri vetes tuaj. Capino, çmimet më të ulta në treg. Mos hezitoni të na vizitoni, pranë postës së Toles në Vlorë. Për më tepër informacione, kontaktoni në 068 20 00 853. Capino. Ne nuk jemi ndër të parët, por jemi të parët. Dyqan Mishi Kropishti, mishi freskët nga Kropishti. Dyqan Mishi që veç cilësisë së pa diskutuar, vjen edhe me çmimet më konkurruese. Mish Viçi, Qengji, Gici, por edhe pula. Gjithçka të rritura në fermën e Kropishtit, nga Xhevdet Koçiraj. Mes fushave dhe kodrave të Kropishtit, vjen në tavolinë tuaj mishi më I freskët, I rritur me kujdes dhe I ushqyer në natyrë. Konsumimi mishit të dyqan Kropishtit është më së I sigurt, çdo gjë e kontrolluar, tregtimi në ambiente të përshtatshme dhe me standarde të larta, brenda të gjitha kushteve higjieno-sanitare. Veç mishit, edhe bulmeti I cilësisë së lartë, të gjitha nën produktet e bulmetit, të prodhuara në fermën e Kropishtit, tregtojnë me shumicë dhe pakicë. Na frekuentoni dhe do të mbeteni të kënaqur. Tek ne, gjeni cilësinë, shijen dhe çmime të arsyeshme. Dyqani Mishit Kropishti gjendet në rrugën Alidemi, pranë bar restorant Kropishti, tek Ish Kinemaja. Por vetë mbreti I peshqve të Lisenit. Po, peshkatar. Mbreti jam. Peshk, edhe folkur kë, jam vërtet mbreti I peshqve të Lisenit. Të shtunën dhe të dielën në data 8 dhe 9 prill, ora 11 në Pallatin e Kulturës Labëria në Skel, për të gjithë voglushët e qytetit, Zemra e Liçenit, me regji të Halim Halimajt, në interpretimin e trupës e teatrit të kukullave në Vlorë, Zemra e Liçenit, pjesë teatrale nga Sotjoraj Gusho, trajton një temë sa aktuale, aq edhe të rëndësishme, siç është mjedisi dhe mbrojtja e tij. Voglush të dashur, e janë së bashku me prindrit dhe të afërmit tuaj, kukullat tona do t'ju kënaqin dhe do t'ju mësojnë si të bëheni qytetar të mirë. Ju mi presim të shtunë dhe të diel, ora 11, Pallati I Kulturës.
Zonja dhe zotrinj, përshëndetje, do të jemi së bashku në këtë edicion informativ të lajmeve. Partia Socialiste e Vlorës është më e bashkuar dhe më e fortë se kurrë, ndërsa kriza politike i përket vetëm Partisë Demokratike. Ky është qëndrimi i kryetarit Partisë Socialiste të Vlorës, Anduel Tahiraj, duke u ndalur tek koalicioni me Lëvizje Socialiste për Integrim. Kryetari i Partisë Socialiste të Vlorës tha se nga ana e Partisë Socialiste koalicioni po funksionon normalisht, ndërsa LSI është e lirë të marrë çdo vendim dhe të zgjedhë rrugën e saj. Zgjedhja do të mbahet më 18 qershor, tha Tahiraj, dhe nuk do të ketë qeveri teknike. Partia Socialiste e Vlorës është më e bashkuar dhe më e fortë se kurrë, ndërsa kriza politike i përket vetëm Partisë Demokratike. Ky është qëndrimi i kryetarit të Partisë Socialiste të Vlorës, Anduel Tahiraj, duke komentuar situatën më të fundit politike në vend. Socialistët e Vlorës janë të bashkuar dhe të gatshëm që të ballafaqohen me qytetarët në zgjedhjet e 18 qershorit ta kryesocialistit Tahiraj. Partia Socialiste e Vlorës i ka ndjekur me kujdes dhe me vëmendje zhvillimet më të fundit të ndodhura në Tiranë. Të gjithë jemi në një mendje dhe baza është në një mendje që këto zhvillime janë thjesht zhvillime dhe krizë e Partisë Demokratike, e vetë ekzistencës së saj. Të gjithë jemi të bashkuar dhe të unifikuar që zgjedhjet e 18 qershorit janë zgjedhje kushtetuese, aty do të vendos populli. Nuk mendojmë që Partia Demokratike mbledhur në një çadër, duke qenë hallet e saj të brendshme, të marrë fatet e popullit dhe të vendit në dorë. Pra mendojmë që zgjedhjet e 18 qershorit, Partia Socialiste